Përshëndetje të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit. Sot do të mbyllet kjo seri e finaleve fantastike që na ka dhuruar PA 03 dhe Bashkimi në konkurrencën e femrave. Dy skuadra që i fituan nga 3 ndeshje, të dyja e treguan forcën, të dyja e dhan maksimumin, të dyja nuk u dorëzuan në asnjë çast dhe tashmë në aktin final të finales. A do të arrijë Bashkimi për herë të katërt radhazit të shpallur kampione, apo PA 03 do të ndërprin këtë seri të trofeve tek skuadra portokallezi, duke fituar trofeun për herë të parë në histori të klubit. Do ta kuptojmë pas këtyre 40 minutave lojë. Pa unë për më tepër kohë të shohim edhe formacionet e të dyja skuadrave. Lajmi mirë për të dyja skuadrat që të gjitha vashat arritën të mbjetojnë dhe nuk ka lëndime. Enisa Kamerolli, Page Powell, Tahiri Papiqi, Shala Mulhaqa, Përçuku, Colin Football, Jefferson dhe Edna Rexhepi. Krye me trajnerin Muhamet Tashi në anën tjetër tek Bashkimi. Wagner Mead, Alita Itemaj, Morina Krasniqi Bilali, Muadri Dasi, Bajrami Gashi dhe Destiny Nikol janë në formacion të skuadrës së Bashkimit që udhëhiqet nga trajneri Vladan Radović. Tash lajmi mirë që arritën që të gjitha vashat e prekun edhe finalen e 7, pasi që e dim që në konkurrencën e femrave ka një roster më të shkurtër dhe diku nga 7 lojtare kanë luajtur në të dyja anët dhe ka qenë me të vërtet një ngarkesë e madhe, edhe fizike, por edhe psiqike, por e bukura e këtyre finaleve ka qenë që ne kemi parë një super spektakël basketbolli. Vashat kanë qenë fenomenale të dyja skuadrave, ndërsa sot në fund të 40 minutave le të fitoj skuadra më e mirë. Do ta shohim a do të arrijë PA para publikut të vet, ku po e shohim një numër të madh të pranishmëve që kanë ardhur për të i përkrahur vashat, ndër gjërat më të bukura. Pa asnjë dyshim do ta kisha thënë kanë qenë prania e publikut në palestër, edhe në Prizren në duelin e fundit, edhe tashmë në Pej, ku po e shohim që nuk mungon përkrahja. Dueli i fundit në Sezai Suroj, ku skuadra e PA 03 përfundoi arriti të marrë fiturin për të barazuar serinë në 3-3. Përfundoi 60-65. Qereku i parë ishte 16-16. Qereku i tretë 14-14, qereku i katërt 15-15 dhe diferenca u bë vetëm në qerekun e dytë, kur PA 03 u tregua më e koncentruar, duke i realizuar 20 pikë dhe duke ndajur Bashkimin në 15 pikë. Kjo e tregon më së miri se sa të barabarta janë këto dy skuadra dhe vetëm detajet në çastet e fundit vendosën dhe ku skuadra pra e PA 03 arriti të barazojnë gjithçka dhe nuk e lejoj ekipin e Bashkimit të feston në Sezai Suroj në Prizren. Pra Bashkimi ishte 3-1 në këtë seri, por PA-net në 2 ndeshje ishin fenomenale, duke mos u dorëzuar në asnjë çast. 5 startuese të të dyja skuadrave, si zakonisht PA 03, Pavol Përçuku, Colin Football dhe Kiki Jefferson. Ndërsa sonë të bëshojmë edhe trajneri Vladan Radović që ka startuar me 5 e tij më të mirë. Wagner, Mead, Muadri Dasi dhe Destiny Nikol startojnë tek ekipi portokallezi. Në plan parë edhe trajneri Muhamet Tashi, i cili ka dhënë energji skuadrës së tij në vazhdimsi e përballë e ka trajnerin Vladan Radović që ka arritur të gjenë formulën për të mposhtur skuadrën e PA 03. E kam cilësuar në vazhdimsi skuadrën e PA favorite për vetëm një fakt, pasi që luan me 4 lojtare të huaja. Adrian Goodbold është në formacion të ekipit PA që luan si lojtare vendore dhe kjo është ajo pika ku PA-net e kanë përparësinë. Gjithsesi, tashmë gjithçka gati teksa po i shohim edhe lojtarët në fush. Do të shohim se kush do ta thotë fjalën kryesore, përderisa tek PA 03 e gjithë 5 startuese ishin me pikë pothuaj të barabarta. Më e mira ishte Kiki Jefferson me 15 pikë, 7 kërcime tek Bashkimi në duelin fundit. Shkëlqeu edhe një herë Alexis Mead
me 18 pikë e 9 kërcime. Po I shohim në plan parë edhe dy lojtarët më të mira në Kosovë të basketbollit femror, Arnore Përçukun dhe Aljona Mohadrin, ndërsa starton ndeshja me topin e parë. Po luajnë ekipi I Pejës dhe Adrian Goodbold. Dalë driblimin Goodbold. Kthehet tek Cullen. Paige Powell ka presionin me njerë. Ndërsa topi do takojnë skuadrës së Bashkimit, mjaft e rrezikshme nën kosh, lojtarja mund të them më ajo e cila ka pasur paraqitje më konstante, pra ishte Paige Powell, e cila në të gjitha ndeshjet ka shkëlqyer. Ndalet loja pasi që e kemi një vizitë në palestra tona sportive që nuk jemi mësuar të shohim. Ish presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e pranishme në palestër për të I përkrahur vajzat. Për këtë arsye deri në momentin që ulet ish presidentja duhet të presim për të vazhduar ndeshja. Kjo tregon edhe interesimin aktual dhe rëndësinë e ndeshjeve të Superligës së femrave. Tashmë tek Saranda Daci, dueli I saj me Paige Powell, e kthen tek Mohadri. Jona Mohadri bllokohet gjuajtja e saj. Topi përfundon jashtë. Në dy anët nuk ka pikë në dy aksionet e para. Ka gabuar në hapa Arnore Përçuku, presion në mbrojtje nga Dontavia Wegener. Ditë jetë mjaft e papërshtatshme në mbrojtje. Dontavia Wegener, pavarësisht faktit që edhe ajo ka kontribuar në vazhdimsi me pikë të skuadra e Bashkimit, por ndër pikat kyçe ka qenë në mbrojtja e saj fenomenale, ndërsa do të shohim a do të arrijnë të ndalë Arnore Përçukun sonte. Shohim topi tek Mohadri. Mohadri, dueli saj me Përçukun, realizon vim pikët e para nga kapitenja e skuadrës së Bashkimit, që fitoi me duelin me kapitenën e 5-3 në anën tjetër. Adrian Goodbold shpejt përgjigjet për parazuar gjithçka në 2-2. Vjen tentimi për treshe nga Alexis Smith, nuk shkon treshja në dy ndeshjet e fundit. Pika më e dobët e skuadrës së Bashkimit kanë qenë tentimet për treshe, nuk kanë arritur të tregohen të sakta, teksa në anën tjetër vjen tentimi për treshe, jo edhe pikët. Nuk ka treshe as në anën tjetër. Alexis Smith tek Saranda Daci. Mohadri edhe njerë, qenë Dacin, e ka Wegener nga gjysmë distanca, nuk shkon gjuajtja, Paige Powell e merë. A top, niset për para Arnore Përçuku. Ariel Cullen. Dhe në topin tek Përçuku. Te Arnore Përçuku nuk e lejon Alexis Smith, shkon e top deri tek Ariel Cullen. Sekunda deri në përfundim të sulmit të skuadrës Pejës 0-3. Goodbold tek Cullen, vjen tentimi për treshe, realizon Ariel Cullen. Ka që duhet për qëlluar treshen, Ariel Cullen. Fenomenali është nga tentimet për treshe, bukur e gjenë Daci. Alexis Smith, e cila nuk shëllon, e njerë merë ato për Cullen. Përçuku, ka presionin, lirohet kësaj radhe, Arnore Përçuku. Gjenë Goodboldin që blokohet, por të kthehet tek Ariel Cullen. Goodbold ngatrohet me top. Kthehet edhe një topi tek Cullen. Ariel Cullen. Simi ka buar I saj. Mohadri ka vjedhur topin, niset për para. Alexis Smith që ndalet me faul.
Doaci tek Wegener, Alexis Mead. Doaci e lirë, do të tenton për treshe Saranda, Doaci nuk shkon quajtja, lufton Alexis Mead, sa bukur e gjen Destiny Nicole, çfarë asistimi i Alexis Mead për 5-4. Kiki Jefferson e ka topin, shpërtheu në duelin e para fundit me 31 pikë, teksa ndaljet me faull kësaj radhe nga Destiny Nicole. Tjetë për Quku ajo e cila do ta kthen topin në lojë, teksa u nda loja. Është në komunikimi i gjyqtarit, ata ngrashin me trajnerin Mohamed Thaçi. Quku, Powell nga gjysmë distanca, ditë të jetë vrastare, teksa nuk qëlloj, por Kiki Jefferson është aty për qëlluar në kosh. Alexis Mead. Edhe njerë e gjenë tashmë Dontavia Wegener. Po e shohim që sonte më e koncentruar është Mead me pasimet e saj. Në anën tjetër ndalje në gjysmë distancë, Adrian Woodball dhe sakt 9-6. Eversi e ngushtë e skuadrës e PS03. Alexis Mead. Ndalje në gjysmë distancë, qëllon Mead. Pas 2 asistimeve, vijnë edhe pikët e Alexis Mead. 9-8. Quku. Kthen topin tek Paige Powell. Gati faull. Do tjetë në vjen e quajtjes së lirë, Paige Powell. Asimi bukur i armore për Qukut, ndërsa ky ishte faulli shkaktua nga Mohadri. Ka bën në tentimin e parë nga vija e quajtjes së lirë, Powell. Në të është sakt. 10-8 është rezultati, kur ka ngaluar 4 minuta e gjysmë tashmë nga starti i finales së 7 në konkurencën e femrave. 3-3. Wegener e gjen depërtimin jo dhe pikët, mbrojtje e mirë e Jefferson që niset përpara. Kiki Jefferson arrin gjuan ju të qëllon në kosh edhe njerë bllokohet. 3 tentime nuk arrin të qëllojnë vashat e skuadrës së PS03, por pati loj me këmbë, do të vazhdojnë topi. Ti takon skuadrës Pejane, nuk u tregua e vëmendshme këtu Saranda, Daci ka luajtur e fundit e shohim qartë. Jefferson, vjen gjuajtja, jo dhe pikët, Muadri. Kërcimin Alexis Mead shpejt nisën përpara. Shpejt vendoset edhe mbrojtja e skuadrës PS03. Ariel Cullen ka shaktuar personale. Njerë e shohim depërtimin e Alexis Mead. Personalja e dytë është e Ariel Cullen. Nicole është aty, e që këta duke në loj. Nesën i Nicole, Daci, tenton për treshe, Saranda Daci, vjen treshja dhe pikët e para të Saranda Dacit për t'ja dhënë ebërsin skuadrës së bashkimit për 10-11. Cullen i rohet bukur, arrin gjuan e pa fat nuk arriti të qëllon, luft për atop e fundit ka luajtur Mohadri. Do të kemi zëvendësim tek skuadra e PS03, ka me rolin e lojnë në vend të Ariel Cullen, që tashmë është ngarkuar me 2 personale normalisht. Kërkon të ruan trajneri Mohamed Thaçi.
do të kemi zëvendësim edhe tek skuadra e Bashkimit. Ullet Muadri në lojë është Merisa Bilali. Edhe kapitenja e Bashkimit tashmë ka një personale. Presioni në mbrojtje i skuadrës së Bashkimit, nuk arriti Paul të e pranon ato, gjithsesi është Wegener ajo që ka luajtur e fundit. Tërquku, vendovin të Kiki Jefferson. Jefferson, Kameroli. Gjenë Paige Powell e cila realizon. Tashmë ndron anë edhe një herë përsia. 12-11. Alexis Mead tek Merisa Bilali. Daci e lirë edhe njerë. Shua për 3 pikë. 2-3 ekspresit të Saranda Dacit. Për 12-14 ka munguar kontributi i saj goxha shumë në 2 duelet e fundit tek Bashkimi. Sa do shohim si do të shkojnë sot për Quku. E gjen Kamerolin. Enisa Kameroli. Vendovin të Kiki Jefferson. Jefferson, pa presioni. Kameroli. Sekundat e fundit të aksionit. Treshja Enisa Kamerolit. I përgjigje treshjes së Saranda Dacit. Edhe njerë ndronë anë e përsia 15-14. Jo rasisht e thash, kanë dhuruar spektakl këto vasha të nderuar shikues. E spektakli po vazhdon edhe në duelin e 7. Alexis Mead e gjen Dacin edhe njerë. Nuk shkojnë quajtja. Teksa kemi faul në kosh nga Dontavia Wegener. 15-14. 3 minuta deri në përfundim të çerekut të parë, teksa e shohim treshën e Enisa Kamerolit. Fenomenale. Good ball, ndaljet, e ka kthyer topin brapa te Kiki Jefferson. Jefferson. Gjen debërtimin e pa fat. Kiki Jefferson. Sa bukur debërtoi deri në fund. Megjithatë, nuk arriti të çllon, teksa është Arnore Përçuku ajo e cila ka prekur topin e fundit. Bilali. Nuk arrin në fakt të gjen Dontavia Wegener, do të kemi kundër sulmi në anën tjetër, të cilin e bllokon Alexis Mead. Nuk ja lejon pikët e Enisa Kamerolit. Do t'jetë Arnore Përçuku ajo e cila ta kthen topin në lojë. Kameroli. Do vjen tentimi për treshë edhe nga good ball, nuk shëlloj. Është Daci aty për ta marrë kërcimin. Alexis Mead. Mead. Nicole, Daci, Mead. Do të gjuan edhe ajo për treshë, nuk shkojnë gjuajtja. Kiki Jefferson në vendin e dur, teksa e shohim kundër sulmin. Adrian, good ball, nuk shëlloj. Militarit bëjë 0-3 në tokë. Nisën përpara Prizrenës e Daci. Ndaljet për një tjetër treshë, Saranda Daci. Në flak me treshët e saj sonte. Treshja e tret e Saranda Dacit dhe pika e 9. Më meritoria për e përsin në ngusht të skuadrës së Bashkimit tashmë. Kameroli tek Goodbold. Nga gjysmë distanca qëllon Adrian Goodbold. Nuk I komplikojnë gjërat e pati gjithat hapësirë qëlloj. Barazon gjithë shka në 17-17. Daci. Tek Nicole. Destiny Nicole. E këta ndovin tek Alexis Mead. Para saj Kameroli. Daci. Bukur tek Destiny Nicole. Çfarë akcioni I skuadrës së Bashkimit. Teksa ngutet në anën tjetër. Arnore Përçuku me atë pasim për Kiki Jeffersonin që përfundon jashtë. Kemi hyrë në minutën e fundit të çerekut të parë. Edhe një shini çfarë asistimi Daci dhe shini si e lëshoi atë Destiny Nicole. Pas një dyshim no look pass.
No look scoring. Do të thotë pa shikuar fare. Asistoi Daci, pa shikuar fare, shënoi Destiny Nicole, teksa kjo është treshja e Saranda Dacit, që është në flak në këto minutat e para. Alexis Mead qëllon nga gjysmë distanca për 17-21. Kemi faul të Djedona Alitajt, e cila tashmë ka sekundat e para në lojë. Jefferson. Reakcion tupin të Gadrion Kutbull. E gjenit në Regjepin që do të tenton për trishe, nuk shkën quajtja. Teksa të vëllu të gënë skuadrës e bashkimit. Kutbull është ajo që e shtyu atop nga prapa. 30 sekunda deri në përfundim të qerekut të parë. E përsia në anën e skuadrës së bashkimit. Kjo është e përsia më e thellë e Prizrenasëve në këtë qerek të parë. Teksa përsi prej 3 pikëve pati edhe skuadra e PU03. Do të shkon me sulm të zgjatur Alexis Mead. Mead. Lëvizje të bukura të saj lirohet Gjuan dhe realizon. E kur nis të vallëzon me top Alexis Mead, ditë të jetë e pandajshme. Nisa ka me rolin në anën tjetër, rëshqet. Recepi përfundon qereku i parë i super finale së konkurencës së femrave. 17-23 në të mirë të bashkimit e përsia më e thellë e Prizrenasëve sonte. Prej plus 6 pas 10 minutave të para, luft që nga minuta e parë vetëm kontrollin në sekundat e fundit e pati ekipi bashkimit, ku arriti që të mbyll 10 minutën e parë me plus 6. Saranda Daci është duke shkëlqyer sonte në këto 10 minutat e para me 9 pikët e saj, 3 trishe, pa dhe 2 vërësime dhe 2 asistime. Tek skuadra e bashkimit e në anën tjetër. Edhe njerë Paige Powell po luan me 5 pikë, ndërsa 2 pikë e 4 vërësime i ka Kiki Jefferson. Rikthehemi pas pak me qerekun e dytë. Shohim mi pam në fakt edhe statistikat e Saranda Dacit, që shkëlqeu dhe më meritoria për këtë vërsi të bashkimit në 10 minutat e para. Ndërsa të shohim si do të përgjigjet tashmë PA03. Daci. Saranda Daci. Shkën topi tek Alexis Mead, e cila e gjen depërtimin, e gjen Muadrin Alitaj. Zgjedh shkën vetë deri në fund, nuk arriti të qëllon. Marin topin Peane që nisën për para me Kiki Jeffersonin. Kutbull. Cullen. Powell. Që Powell nuk e ka hapësirën, e gjen Camerolin, ka një trishe. Kësaj radhe nuk shkën gjuajtja e saj. Muadri edhe njerë më i larta në kërcim. Mead. Daci. Da këthen edhe njerë tupin të Alexis Mead.
Para saj është Adrian Goodbold. E humb topin, lufton me gjithatë Halitaj. E ka kthyer tek Alexis Smith. 2 sekonda do gjuan për treshe. Shkon gjuajtja topi tek Ariel Cullen. Kemi faul. Powell, bukur tek Jefferson, nuk qëlloj para Dacit, edhe njëre blokon. Pas në sulm edhe në mbrojtje mjaft aktive. Saranda Dacit tek sa kemi ngatrim paksa me top, me gjithatë arrin të mban ekipi Bashkimit. Alexis Smith e gjen debërtimin edhe pikët. Në çfarë hapësire arriti ta lshon top. Alexis Smith për 17-25. Kamerulli tek Kiki Jefferson. Jefferson. Mbrojtje mirë e Halitajt dhe Muadrit. Nisen për para Prizrenaset. Nuk qëlloj, Aljona Muadri merë dhe njera top. As të dytë nuk qëllon, por do t'jetë në vjen e gjuajtje së lirë. 17-25. Ne shojmë edhe njerë, nuk arriti Muadri të qëllon aty nga përsia në 2 raste, teksa kishte faulli e Nisa Kamerullit. Në vjen e gjuajtje së lirë është kapitenja e skuadrës së Bashkimit. Nuk qëlloj në tentimin e parë. I qëlloj ato 2 pikët në fillim të ndeshjes, ndërsa i ka marrë dhe 3 kërcime dhe e ka vjedhur edhe një top. E ka bërë edhe një blokad. Muadri, tashmë tentimi i saj i dytë dhe është e saktë nga vija e gjuajtjes së lirë. Quku. Tabi vjedhur i Alexis Smith, e cila nis shpejt aty, por çka nuk arriti të qëllon Alexis Smith. 17-26. Çfarë huqje. Adrian Goodbold në anën tjetër nuk ka treshe, topi në duart e Dacit, niset përpara Alexis Smith. Ndalet kthyer prapa. Daci. Pret Alexis Smith, e cila bukur lirohet. Do të gjuan edhe njerë, nuk qëlloj, është për çuku aty që e merr topin. Cullen shkon topi tek Kiki Jefferson. Gjen debërtimin, arrin të realizon kësaj radhe. Kiki Jefferson për të shkrirë rezultatin në 19-26. Shkrihet debërtia maksimale e skuadrës së Bashkimit. Alexis Smith, Daci, 4-3, vjen tentimi i saj radhës, nuk qëlloj. Luftë për atë top që përfundon në duart e Wegener. Muadri tek Daci. Alexis Smith, 6 sekonda deri në përfundim të sulmit të skuadrës së Bashkimit. Alexis Smith do të lirohet vetë në sekondat e fundit të aksionit. Arrin të realizon Alexis Smith, edhe një herë është e sakt. Tashmë i kanë ndezur turbinat. Alexis Smith që qëlloj pikën e saj të 10 e po i qëndron në krah Saranda Dacit, e cila në çerekun e parë ishte fenomenale me 9 pikët e saj. Lusëm në qiqta kemi edhe një realizimin e fundit të Alexis Smith, kemi gjyqtarë këtu. Atëherë verifikuan edhe një realizimin e fundit të Alexis Smith, ka qenë treshe në sekundat e fundit dhe jo dyshe. Pika 11 ishte pos 4 asistimeve. Një kërcimi e një topi të vjedhur edhe sonte Alexis Smith, fenomenale.
tashmë lojtarët në fush. Shumë si do të përgjigjet tashmë skuadra e P03. Vjen debërtimi I Adrian Goodbold, jo dhe pikët. Alexis Mead, po ndiqen nga Ariel Cullen. E qenë debërtimi, nuk arriti të realizon. Alexis Mead. Edhe njerë, shini debërtimin e saj. Bukur e shaj ato, por nuk arriti të qëllon gjithsesi ka faul. Qëllon në tendimin e parë nga vija e quajtjes së lirë. Këtë e krijuar tashmë me përsim prej 11 pikëve për 19 me 30. E saktë edhe në të dytën. Goodbold. Blokot edhe njëherë nga Saranda Daci. Nicole, Alexis Mead. Halitaj do tenton edhe ajo për trishe, nuk shkojnë quajtja. Adrian Goodbold aty është për ta marrë topin. Cullen tek për Quku. Goodbold nga gjysmë distanca, nuk qëllon kësaj radhe, nuk fundon jashtë. Alexis Mead. Mead. Do të tenton edhe njerë, airball I saj kësaj radhe. Niset për para Kiki Jefferson. Edhe njerë. Blokut kësaj radhe ka faul nga Daci. Edhe pse në statistika nuk po ja shohim blokadat Saranda Dacit, ka bërë më shumë se sa një blokad. Diku 3 ose 4 blokada I ka pasur gjithsesi. Në lojtë thehet Muadri, ullet Halitaj. 19:31 kur ka ngaluar 5 minutat e para të çerekut të dytë. Kiki Jefferson qëllon nga vija e quajtjes së lirë. Edhe njerë është e sakt. Bukur në kundërsolj për Zrenaset, nuk qëllon Nicole, e merr tupin Goodbold. Jefferson, brojtje mirë e Wegener, arrin të mban ato, dueli I saj me për Quku nuk qëllon. Dalet me faul Wegener. Qëllon në tentimin e parë të Ntevja Wegener. Pika e tretë. Sa I ka marrë dhe 3 kërcime. Nuk është e sakt, Kiki Jefferson është aty për të marrë ato. Jefferson. Goodbold. Nuk qëlloj. Eksa. Topi përndon në duart e Alexis Mead. Për e gjenë Nicole. Nuk shkon debërtimi I saj, blokohet mbrojtje mire Adrian Goodbold. Cullen në anën tjetër. Gjenë Goodboldin e lirë, cila nuk qëlloj nga ajo hapësirë Daci. E këtën tek Alexis Mead. Ndaj që shka Mead, jo, nuk ndaj, niset vetë. Deri në fund, realizon sonte në flak. Alexis Mead me pikën e saj të 15. Bashkimi e ka marrë kontrollin e ndeshjes 21 me 34.
në të mirë të Prizrenaseve, kur janë edhe 4 minuta, më pak se 4 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Edhe njerë ka kërkuar time-out trajneri Muhamet Thaçi për gjetur mënyrën të ndalë Prizrenase të cilat po funksionojnë në këtë pjesë të parë paktën më mirë se sa skuadra e PS03. Rikthehemi pas time-outit. Shojmë edhe statistikat e Alexis Mead në flak sonte, ajo e cila e ka udhëhequr bashkimin drejt trofeut të Kupës së Kosovës edhe trofeut të Ligës Unike. Kiki Jefferson realizon për 3 pikë. 24-34 vjen me njerë përgjigja e ekipit Bejan për ta shkrirë në 10 avantazhin. Nicole Mead. Muhadri, faul i Përçukut, nuk ja lejon pikët Aulona Muhadrit, që do t'jetë edhe njerë në vjen e gjuajtjes së lirë, edhe njerë treshja e Kiki Jefferson, që shkrije në 10 avantazhin. Fenomenale është Kiki Jefferson, ajo e cila e ka marrë përgjegjësinë në momente shumë kritike për ekipin e PS03. Dhe ishte pikërisht ajo Chelsea i skuadrës në ndeshjen e parafundit që u zhvillua këtu me 31 pikët e saj. Muhadri qëllon të dyja gjuajtjet e lira për 24 me 36. Daci do të ullet për të pushuar në lojë është Halitaj. Përçuku tek Powell. Jefferson. Përçuku, Kiki Jefferson realizoi para brakisht, sa e radhe nuk shkon gjuajtja, Halita e ka marrë topin. Gjen Muhadrin, nuk e lejon të ikaj top, Aulona Muhadri, treksa Alexis Mead të ndalet në gjysmë distancë realizon. Edhe një herë ajo e cila po shkëlqen 17 pikë. Më pak se 3 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Bukur ai top tek Powell, nuk e kupton arbnore Përçukun, Paige Powell, poshtë shkoi ai top që përfundon jashtë. Halitaj. Bën topin tek Nicole. Tashmë e kanë lënë anash pak sa Alexis Mead. Muhadri bukur e mendoi pasimin, por pasimi fort për Dontavia Wegener. Njerë shojmë. Pasimi më i fort se ç'duhet nga kapitenja. 2 gabime në të dyja anët. Përçuku ndalet depërtimi. Pran topin te Kiki Jefferson. Jefferson, pran saj Muhadri. Powell. Kemi faul nga Nicole. Kthehet në lojë Adrian Goodball, ullet Enisa Kamerolli, ndërsa edhe Daci do të kthehet tek skuadra e bashkimit. Halitaj ullet 2 minutat e fundit të pjesës së parë. Daci tek Powell. Paige Powell, pranë saj është Muhadri. Ngrituar të erbolli saj. Goodball dhe ka kthyer tek Ariel Cullen. Do të gjuan për treshe, nuk shkojnë gjuajtja, topi përfundon jashtë.
Në 24 me 38 do të kemi time-out të kërkuar nga banga e skuadrës së Bashkimit që po kontrollojnë gjithçka. E mbylli çerekun e parë me përsi prej 6 pikëve, teksa më mirë gjërat po ecin edhe në çerekun e dytë. E ka ndalur skuadrën e PS03 në vetëm 7 pikë në këto 8 minutat e para të çerekut dytë. 1-26 deri në përfundim të pjesës së parë dhe Epërsia vazhdon, Epërsia 2 shifrore vazhdon të jetë në anën e Bashkimit. Rikthehemi pas këtij time-outi. Pra 1-26 në përfundim të pjesës së parë, 1:4:30 në mirë të skuadrës së Bashkimit, por kjo seri e finaleve ka dëshmuar që gjithçka mund të ndodhë. Vijnë pikët nga gjysmë distanca nga Saranda Daci, e cila tashmë e ka pikën e saj të 11 për 24 me 20. I qëndron në krahasonte Alexis Smith. Çuku. Dore për Quku. Tek Goodbold. Topi vjedhur i Alexis Smith, sa bukur e lexoi aksionin. Wegener arrin të qëllon, Don Tevja Wegener. Vetëm shkëputjet Bashkimit për shohim 24-42 minuta e fundit e pjesës së parë. Jefferson. Topi do të takon skuadrës së PS03 edhe mëtej. Veprim shumë i mençur i Kiki Jeffersonit. Arriti të mban pronësin. Faulli Dacit ndaj Goodbold. Ka falje Saranda Daci. Ne shohim edhe Vjosa Osmanin të pranishme në këtë super finale të 7 të vashave kosovare. Goodbold, pasimi i gabuar i saj topi përfundon jashtë. Edhe më tepër bie koncentrimi i skuadrës së PS03 teksa po i afrohemi fundit pjesës së parë e gjërat po ecin mirë në të mirë të Bashkimit. Larg performancë më mire Prizrenaseve duke krahasuar me atë se çka kemi parë në 2 duelet e fundit, shumë më të koncentruara sonte. Janë 39.2 deri në përfundim të pjesës së parë. Në këtë qerek është 19 me 7, teksa është krijuar edhe Epërsia më e thellë prej plus 18. Time-outi i kërkuar nga trajneri Vladan Radović i skuadrës së Bashkimit. Shohim edhe lojtarët e skuadrës së PS, të cilët nesër mbrëma do të kenë sfidën gjysmë finale së parë ndaj Tripçës në Minatori. E sonte të pranishëm në palestër për t'i përkrahur vashat. Alexis Smith. Tek Daci. Wegener, nën kosh, Mohadri,
Gjuan nga vërsia, nuk arriti të qëllon, e merë dhe njerë topin, e këthen të Destiny Nicole, do të tenton për treshe, nuk shkojnë gjuajtja, edhe njerë vazhdojnë aksioni skuadrës së Bashkimit, rëshet, good ball, Alexis Smith, Doaci, nga trohet, Gjuan gjithsesi, nuk shkojnë kësaj radhe kjo gjuajtje, përfundon pjesa e parë, ekipi i Bashkimit, e thot fjallën kryesore pas 20 minutave të para, një qerek i dyq për thyes e kanë dalur në vetëm 7 pikë PN 03, 19-7 në këtë qerek dhe e përsi prej 18 pikëve e Prizrenaseve pas 20 minutave të para të finales së 7, 3-3 është seria, kush fiton son të shpallën kampione. Shkoj me pak marketing për të rikëthyre në pjesën e dytë.